Një aeroplan është mënyra më e sigurt e transportit. Megjithatë, edhe sot, disa prej tyre mund të rrëzohen. Sidoqoftë, ajo që avionët modern të pasagerëve nuk mund ta bëjnë është të zhduken pa gjurmë dhe pa arsye. Megjithatë, ekziston historia e fluturimit 370. Në natën e 8 marsit 2014, një Boeing 777 u ngrit nga aeroporti në kryeqytetin e Malajzisë. Destinacioni ishte Pekini, Kina. Ky ishte një fluturim i rregullt ditor i Malaysia Airlines. Në bord ishin mbi 200 pasagerë dhe anëtarët e ekuipazhit. 30 minuta pas ngritjes, kapiteni i fluturimit MH370 do të bënte kontaktin e tij të fundit me tokën. 40 minuta më vonë, Boeingu do të zhdukej jo vetëm nga radarët, ai do të zhdukej plotësisht së bashku me 200 pasagerë. Përpasoj, ky rast do të bëhej një nga misteret më të mëdha në historinë e aviacionit. Zhdukja e fluturimit të Malaysia Airlines. Fluturimi i Malaysia Airlines 370 u zhduk. Fluturimi i Malaysia Airlines është zhdukur. Disa vende do të merrnin pjesë në hetimin e incidentit dhe kërkimin për aeroplanin, duke shpenzuar disa vjet dhe qindra miliona dollar. Megjithatë, deri më sot, askush nga autoritetet zyrtare, deri te pjesëmarrësit në forumet e komplotit, nuk mund të japë një përgjigje definitive se çfarë ndodhi. A u rrëmbye aeroplani? A ndodhi një sulm terrorist? A dështoi pajisja? A mori jetën e tij kapiteni? A u godit aeroplani nga rufeja apo nga një meteorit? Ose a u rrëzua nga ushtria? Ata që janë të lidhur me aviacionin e dinë mirë se një aeroplan i madh, modern i pasagerëve, nuk mund thjesht të zhduket. Pajisja e avancuar në bord të aeroplanit, radarët në tokë dhe satelitët në hapësirë, të gjithë tregojnë saktësisht ku është aeroplani në çdo moment të fluturimit. Edhe nëse ai rrëzohet, pajisja do ta bëjë të qartë se ku, kur dhe përfundimisht pse ndodhi. Asgjë nga kjo nuk vlen për fluturimin 370. 10 vjet më vonë, askush nuk e di se çfarë ndodhi atij. Në këtë video, ne do të përpiqemi të zgjidhim misterin e Boeingut të zhdukur. Ne do të ndjekim plotësisht kronologjinë e fluturimit, do të studiojmë raportet, do të analizojmë teoritë dhe do të kuptojmë se ku më së shumti gjendet e vërteta. Në rregull, le të sqarojmë disa detaje teknike menjëherë për të shmangur konfuzionin e mëtejshëm. Aeroplani i zhdukur i Malaysia Airlines kishte numrin e kodit MH370. Modeli i aeroplanit të zhdukur ishte Boeing 777. Ky është një nga llojet më të mëdha dhe më të avancuara të avionëve të linjës në botë. Të dy kanë 3 shifra, të dy kanë shtatsha, kështu që njerëzit larg aviacionin mund të ngatrohen. E para është kodi i aeroplanit specifik. E dyta është modeli i aeroplanit të prodhuar nga Boeing. Në thelbim kjo është e gjitha që duhet të dini, para se të fillojmë të zhytemi në historinë e zhdukjes së fluturimit 370. Të 8 marsit, viti 2014, është një natë e qetë e pastër. Boeing 777 po përgatitet për të ngritur nga aeroporti në kryeqytetin malajzian, Kuala Lumpur. Destinacioni është Pekini, Kina. Ky ishte një fluturim i rregullt ditor i Malaysia Airlines, afërsisht 5 orë gjysmë në rrugë. Kushtet e mira të motit parashikohen për të gjithë fluturimin. Vetëm disa zona turbulence priten, por kjo nuk është problem për aeroplanët modern. Kapiteni i fluturimit MH370 është Zahari Ahmed Shah. Ai është 53 vjeç dhe ka kaluar më shumë se 30 vjet duke fluturuar me Malaysia Airlines, duke përfshirë në modelin Boeing 777, një specialist shumë i përeksperimentuar, me një reputacion profesional të papërlyer. Kopiloti është Farik Abdul Hamid, 27 vjeç. Përvoja e tij është relativisht e shkurtër, 4 vjet. Për Farik, ky është një fluturim trajnimi në modelin Boeing 777. Ai ka përfunduar vetëm disa fluturime në të. Megjithatë, fakti që i riu ishte në gjendje të sigurojë pozicionin e kopilotit në një avion të tillë të madh, flet për cilësitë e tij të mira profesionale. Përveç 2 pilotëve, ka 10 anëtar të ekuipazhit, secili me përvojë të gjerë pune, që varion nga 10 deri në 30 vjet. Në bord janë 227 pasagerë nga vende të ndryshme të botës, por shumica dërmuese, gati 2/3, janë qytetar kinez. Para ngritjes, MH370 u furnizua me karburant, naturisht. Karburanti duhet të mjaftojë për një fluturim 7.5 orësh, që është 2 orë më shumë se sa kërkohet. Kjo është praktik standarde dhe jo detaj më interesant. Megjithatë, duke marrë parasysh atë që do të ndodhë më vonë, edhe detajet më të parëndësishme fitojnë një rëndësi, duke përfshirë sasinë e karburantit të ngarkuar. Një tjetër detaj i rëndësishëm që meriton vëmendje është koha. Në orën 12:40 paradite, kapiteni Zahari merr leje për të ngritur, 370 në të djathtë për të ngritur.
Në orën 1:01 paradite, Boeingu ngrihet në një lartësi lundrimi prej 35.000 këmbësh, afërsisht 10.5 kilometrash. Lartësia e lundrimit, thënë thjesht, është niveli në të cilin aeroplani kalon shumicën e fluturimit. 350. Zëri i kapitenit tingëllon mjaft natyral dhe i relaksuar. Komunikimi i tij me dërguesin toksor vazhdon sipas planit. MH370 është qartësisht i dukshëm për të gjitha sistemet e radarëve dhe fluturimi po përparon rutinë, asgjë e dyshimt. Por tashmë 7 minuta më vonë, gjëra të çuditshme fillojnë të ndodhin. Në orën 1:08 paradite, kapiteni Zahari e informon tokën se aeroplani është në një lartësi prej 35.000 këmbësh. 370, duke mbajtur nivelin 350. Veçoria e këtij mesazhi nuk është kuptimi i tij, por fakti i ekzistencës së tij. 7 minuta më parë, kapiteni tashmë i kishte raportuar tokës se aeroplani ishte në 35.000 këmbë. Mesazhi i dytë ishte qartësisht i panevojshëm dhe i dyshimt. Ai mund të kishte shfaqur për disa arsye, por ne do të flasim për to pak më vonë, sepse menjëherë pas këtij mesazhi, gjëra vërtet mahnitëse fillojnë të ndodhin me aeroplanin. 11 minuta më vonë, fluturimi 370 është mbi detin e Kinës Jugore. Ai lë hapësirën ajrore të Malajzisë dhe hyn në hapësirën ajrore të Tajlandës. Dërguesi i Kuala Lumpurit e informon Zaharin të kontaktojë dërguesin vietnamez nga Ho Chi Minh City dhe i thot lam të mira. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Zahari përgjigjet me një mesazh lam të mire. Dhe ky mesazh është interesant për dy arsye. Së pari, në lam të mirën e tij, dërguesi shqiptoi 5 shifra, që është një frekuencë radiofonike. Zahari, sipas rregullave, duhej ta kishte përsëritur atë, por ai nuk e bëri. Së dyti, ky mesazh i kapitenit do të bëhet i fundit. Aeroplani nuk do të bëj kontakt me Vietnamin. Pothuajse menjëherë pas asaj, aeroplani do të zhduket nga ekranet e radarëve. Në atë moment, një nga misteret kryesore në historinë e aviacionit filloi. Natyrisht, gjëja e parë që vjen në mendje kur një aeroplan zhduket nga radari është se ai thjesht u rrëzua. Megjithatë, siç do zbulohet më vonë, fluturimi 370 mbeti në qiell për shumë orë të tjera. Për më tepër, vendodhja ku aeroplani u bë i pazbulueshëm nga radarët mund të konsiderohej ideale. Aeroplani nuk ishte më në hapësirën ajrore malajzize dhe duket se nuk ishte ende në hapësirën ajrore vietnameze. Me fjalë të tjera, ishte momenti i përsosur nëse dikush dëshironte ta bënte aeroplanin të padukshëm. Gjithçka që ndodhi me aeroplanin pasi u zhduk nga radari bën subjektin kryesor të hetimeve, spekulimeve dhe teorive të komplotit. Ne do të mbështetemi në faktet e cilat janë grumbulluar mjaftueshëm gjatë këtyre 10 viteve. Për të filluar, është nevojshme të sqarohet kuptimi i frazës u zhduk nga radari. Ka disa detaje teknike të rëndësishme për kuptimin e gjithë historisë. Gjatë gjithë fluturimit të tij, një aeroplan pasagjerësh mbetet i dukshim për radarët, të cilët ndahen në 2 lloje. Lloji i parë ngjan pjatave të mëdha që qëndrojnë vertikalisht. Thënë në mënyrë të thjeshtë, ata dërgojnë një sinjal drejt aeroplanit dhe lexojnë atë që reflektohet mbrapsht nga objekti. Kjo është një teknologji disi e vjetër shkollë dhe kështu jo shumë e saktë në përcaktimin e pozicionit të aeroplanit ose shpejtësisë. Për më tepër, këta radar kanë një shtrirje të kufizuar. Sot, sistemet e monitorimit të trafikut ajror mbështeten kryesisht në llojin e dytë të radarit. Këta marrin informacion nga transponderët e vendosur në vetë aeroplanin. Informacioni përfshin pozicionin e aeroplanit, lartësinë, shpejtësinë dhe metrika të tjera. Fal këtij sistemi, faqet në internet si Flight Radar funksionojnë. Këtu, kushdo mund të vëzhgojë avionët e pasagjerëve në kohë reale ndërsa fluturojnë kudo në botë. Problemi me këtë teknologji është se aeroplani do të bëhet i padukshëm për këtë lloj radari nëse transponderët në bord dështojnë ose nëse dikush i fik ato. Tani, le të kthehemi te ngjarjet e asaj nate. 8 mars 2014. Çfarë ndodhi në tokë pasi fluturimi 370 u zhduk nga radari? Kontrollori në Kuala Lumpur fillimisht nuk vuri re asgjë të pazakontë. Duket se ai ishte i zënë me avionët të tjerë në atë moment. Kur ai përfundimisht vuri re mungesën e MH370 në radar, ai supozoi se aeroplani ishte tashmë jashtë territorit të tij në hapësirën ajrore vietnameze.
Kontrollorët vietnamez po ashtu regjistruan fluturimin 370 duke hyrë në hapësirën e tyre ajrore, vetëm për t'u zhdukur më pas nga radari i tyre. Sipas protokollit, ata duhej të kontaktonin kolegët e tyre në Kuala Lumpur brenda 5 minutash, nëse kapiteni i fluturimit 370 nuk vendoste kontakt me ta. Megjithatë, vietnamezët nuk e bën këtë. Në vend të kësaj, ata u përpoqën pa sukses të kontaktonin aeroplanin për pothuajse 20 minuta dhe vetëm pas kësaj, ata e raportuan informacionin te malajzianët. Kontrollorët në Kuala Lumpur nga ana e tyre kontaktuan Malaysia Airlines, e cila ju përgjigj se gjithçka ishte në rregull. Sipas të dhënave të tyre, aeroplani po fluturonte sipas planit mbi territorin kamboxhan. Siç do dilte më vonë, të dhënat të tilla bazonin jo në pozicionin aktual të aeroplanit, por në planin paraprak që kishte linja ajrore. Por rreth orës 2 të mëngjesit, të gjitha palët ranë dakord se fluturimi po vazhdonte sipas planit dhe asnjë prej tyre nuk vuri re sinjalin e dobët nga ato radar të vjetër shkollë. Sipas tyre, aeroplani në të vërtetë vazhdoi fluturimin e tij, megjithse në një drejtim plotësisht të ndryshëm nga ai i planifikuar. Për shkak të moskujtësisë së kontrollorëve, askush nuk njoftoi autoritetet e aviacionit malajzian për zhdukjen e aeroplanit brenda orës, siç kërkohet nga rregullat. 4 orë të tjera kaluan deri në këtë pikë. Ishte vetëm kur MH370 nuk u ul në kohën e specifikuar në Peking që situata u bë kritike dhe aeroplani u shpall i zhdukur. Kërkimi për aeroplanin filloi në detin e Kinës Jugore. Kjo ishte në përgjithësi logjike, sepse ishte atje ku kontakti me lajnere në humb. Disa dhjetra avion dhe anije nga Malajzia dhe Vietnami kërkuan hapësirën detare. Megjithatë, nuk u gjetën gjurmë të MH370. Vetëm disa ditë pas zhdukjes, fal të dhënave të mbledhura nga lloji i parë i radarëve dhe radarëve ushtarak, u bë qartë se fluturimi MH370 kishte bërë një kthes të mrept, pothuajse 180 gradë, midis Vietnamit dhe Malajzisë. Kaloi territorin malajzian, anashkaloi Indonezin dhe u kthye mrept në jug, pas së cilës ai fluturoi për disa orë të tjera dhe përfundimisht u zhduk. Trajektoria e fluturimit të aeroplanit sugjeronte një gjë. Nuk ishte një aksident apo një dështim teknik, ishte pothuese me siguri një veprim i mirë planifikuar. Por përse? Për çfarë? Qëllimi dhe ku janë aeroplani dhe 200 pasagjerët përfundimisht, të kërkosh një gjilpërë në një kashtë saniku nuk është e lehtë, por problemi i vërtet është kur ti as nuk e di se ku është kashta e sanikut. Kjo përshkruan afërsisht situatën në të cilën autoritetet malajziane u gjetën kur u bë e qartë se Boeing 777 nuk urrëzua në detin e Kinës Jugore. Për më tepër, fillimisht informacioni për rrugën e çuditshme të fluturimit MH370 nuk erdhi nga burime zyrtare, por nga gazetarët. Vetëm pas kësaj, autoritetet malajziane konfirmuan vërtetësinë e raporteve të mediave. Një kohë më vonë, kompania londineze Inmarsat shfaqet në historinë e incidentit. Ata merren me satelit komercial dhe aviacioni i pasagjerëve në përgjithësi nuk është specifikimi i tyre. Megjithatë, në këtë situatë, u zbulua se të dhënat e satelitit të Inmarsat, të kombinuara me të dhënat e radarit në tokë, mund të rindërtonin shumë me gjas rrugën e plot të fluturimit MH370 dhe njëkohësisht të përjashtonin disa nga versionet më të dukshme të asaj që ndodhi. E gjithë rruga e Boeingut mund të ndahet në 2 pjesë. Pjesën e parë e dim fal radarëve civil dhe ushtarak dhe e dyta u rindërtua nga satelitët. Pjesa e parë e rrugës së fluturimit, e cila ishte 40 minuta derisa transponderat u fikën dhe 1 orë tjetër pas kësaj, nuk ngre dyshime dhe jap se është e rëndësishme. Versioni më i dukshëm i asaj që ndodhi fillimisht përfshinte një situatë emergjente. Disa sisteme dështuan ose kishte një zjarr ose një situatë tjetër emergjente ndodhi dhe ishte kjo që çaktivizoi ato transpondera në bord duke transmetuar informacion në tokë. Raste të ngjashme kanë ndodhur. Në vitin 2010, një aeroplan kargo Boeing 774 urrëzua në Dubai për shkak të një zjarri në bord. Hetimi zbuloi se shkaku i zjarrit ishte ndezja e baterive të litiumit që aeroplani po transportonte si kargo. Në vitin 1998, një aeroplan pasagjerësh i Swiss Air urrëzua në Kanada. Shkaku ishte një qark i shkurtër, i cili çoi në një zjarr dhe dështimin e sistemeve kritike në aeroplan.
Fluturimi MH370 gjithashtu kishte kargo. Pjesa e tij përfshinte bateri litiumi. Siç përcaktoi hetimi më vonë, ato nuk mund të kishin shkaktuar një zjarr dhe rrëzim, sepse ato ishin paketuar në një mënyrë të veçantë. Megjithatë, pika kryesore është se versioni i një zjarri në bord të shkaktuar nga kargoja ose një qark i shkurtër u përjashtua nga trajektoria e fluturimit dhe detaje të tjera. Fakti është se në momentin kur transponderat u fikën dhe aeroplani u zhduk nga radari toksor, nuk ndodhi gjithçka njëherës. Fillimisht, një pjesë e funksioneve të transponderit u fikën dhe 37 sekonda më vonë ato u mbyllën plotësisht. Kjo tregon se shkaku nuk ishte një ngjarje e papritur, si një zjarr ose shpërthim, por një mbyllje graduale manuale të transponderve, më së shumti nga kabina. Për më tepër, kthesa e mprehtë, pothuajse 180 gradë nga rruga fillestare, sugjeron se u krye manualisht nga nikush. Nuk mund të kishte qenë autopiloti. Testet e mëvonshme treguan se një autopilot nuk mund të kryejë një kthes kaq të mprehtë. Le të supozojmë se kishte një zjarr në aeroplan që çaktivizoi transponderat dhe aeroplani u kthyen për të bërë një ulje emergjente. Por ata nuk e bën atë. Ata vazhduan të fluturonin më tej. Për më tepër, në atë pjesën e parë të rrugës së rindërtuar nga radarët, aeroplani mbeti nën kontroll manual. Kjo tregohet nga devijimet e lehta në anë gjatë fluturimit. Kjo nga ana tjetër përjashton versionin e pilotëve që humbin ndërgjegjen për shkak të thithjes së tumit ose depresionit të kabinës. Sipas të dhënave nga kompania satelitore Inmarsat, pjesa e dytë e fluturimit u rindërtua pasi MH370 zhduk nga radari toksor. Këtu të dhënat tregojnë se Boeingu fluturuai për 6 orë shtesë me shpejtësi të lartë dhe në një lartësi të lartë drejt Antarktidit dhe përfundimisht u zhduk në pjesën jugore të Oqeanit Indian. Megjithatë, të gjitha këto informacione nuk u dihen menjëherë. Si rezultat, kërkimet ndodhen në vendodhje plotësisht të pasakta, të cilat natyrisht nuk quan në asgjë. Për më tepër, koha u humb. Nëse informacioni për trajektoren e çuditshme të fluturimit të aeroplanit do të ishte zbuluar menjëherë, aeroplani mund të ishte gjetur. Për shkak të kësaj, shumë njerëz, duke përfshirë disa të afërm të pasagjerëve të Boeingut të zhdukur, janë të bindur se autoritetet malajziane po mbulojnë shkakun e vërtet të incidentit, se aeroplani mund të mos jetë rrëzuar fare ose u rrëzua. Ne do të diskutojmë këto teori pak më vonë. Për tani, ne do të përqendrohemi në operacionin e kërkimit. Ai u shtri për disa vjet dhe u bë sipas disa vlerësimeve operacioni më i shtrenjtë dhe më i gjerë i kërkimit në histori. Avion dhe anije nga disa vende kërkuan nëpër qindra kilometra katror për 2 muaj, fillimisht në detin e Kinës Jugore, më pas në detin Andaman, ku aeroplani u pa për herë të fundit në radar, dhe përfundimisht në pjesën jugore të Oqeanit Indian, ku sipas të dhënave të Inmarsat, aeroplani u zhduk plotësisht. Pas 2 muajsh përpjekjesh të pasuksesshme, operacioni i kërkimit u përqendrua në anketime në ujore. Për shkak të burimeve të pamjaftueshme të Malajzisë për të studiuar thellësitë e Oqeanit Indian, australianët i u bashkuan operacionit në zonën e supozuar me pajisje më të avancuara. Detyra e tyre kryesore ishte të lokalizojnë regjistruesit e zërit të kabinës. Disa vjet u kaluan, qindra kilometra katror të shtratit të detit u studiuan, duke kushtuar mbi $100 milion. Megjithatë, asgjë nuk u gjet. Pas një kohe, kërkimi vazhdoi me kompaninë tregtare amerikane Ocean Infinity. Në një kontratë me autoritetet malajziane, kërkuesit do të merrnin kompensim vetëm pasi rezultati i kërkimit ishte i suksesshëm. Por, pas disa muajsh të studimit të shtratit të detit në zonën e supozuar të rrëzimit në Oqeanin Jugor Indian, asgjë nuk u gjet. Në korrik të 2015, 16 muaj pas zhdukjes së aeroplanit, pastruesit e rrugëve në ishullin Reunion në Oqeanin Indian zbuluan një objekt të çuditshëm. Më vonë u zbulua se ishte një pjesë e krahut të një Boeing 777, të quajtur flaperon. Fal numrave serial në flaperon, u bë e dukshme se kjo ishte një copë jo vetëm të ndonjë Boeing 777, por të vetë MH370. Më pas, gjithsej 20 copra të Boeing 777 u gjetën në brigjet e Madagaskarit dhe zonave bregdetare pranë. Vetëm disa prej tyre mund të identifikoheshin saktësisht si copra nga MH370.
Pjesa tjetër u përcaktuan nga ekspertët si më së shumti që i përkisnin aeroplanit të zhdukur. Megjithatë, coprat e gjetura kryesisht nuk dhanë ndonjë informacion të ri për atë që kishte ndodhur. Bazuar në të dhëna satelitore, ishte pothuese me siguri e dukshme se aeroplani ra në pjesën jugore të Oqeanit Indian. Analiza e rrymave në këtë rajon vetëm konfirmoi se coprat do të kishin rrjedhur diku në Afrikën juglindore. Asnjë gjurmë shpërthimi ose zjarri nuk u gjet në copra. Kjo vetëm shtoi pesh te teoria se ajo që ndodhi me fluturimin 370 ishte e bërë nga njeri. Në 2018, një raport gjithshpërfshirës me rezultatet e hetimit të autoriteteve malajziane për incidentin u botua. Dokumenti 415 faqesh, kryesisht dyfishoi specifikat teknike dhe karakteristikat e Boeing 777, rezultatet e operacioneve të kërkimit dhe të dhënat e radarit. Përfundimi i dokumentit deklaronte se përcaktimi i arsyeve të vërteta pas zhdukjes së aeroplanit nuk ishte i mundur. Megjithatë, edhe në këtë dokument thelbësisht të padobishëm, autorët pranuan se shkëputja e transponderëve dhe sistemeve të tjera të zbujimit në bord të aeroplanit ishte më së shumti puna e një njeriu. Dhe ne kujtojmë se shkëputja e këtyre sistemeve dhe kthesa e mprehte më vonshme e anijes ndodhi në vendin më ideal për ta bërë aeroplanin të padukshëm. Por kush e bëri këtë? Dhe më e rëndësishmja, pse? Gjatë viteve të shumta të hetimit të incidentit kanë lindur teori të shumta. Disa nga këto bazonin në faktet dhe llogaritjet ekzistuese. Teoritë të tilla propozoheshin më shpesh nga pilot të mëparshëm ose aktual, ose profesionistë të tjerë të lidhur me aviacionin. Ata analizojnë me kujdes leximet e radarit, duke u mbështetur në përvojën e tyre. Shumë nga këto argumente ju ose tashme i keni dëgjuar, ose do të dëgjoni gjatë diskutimit. Megjithatë, në të njëjtën kohë, kanë shfaqur shumë versione të tjera. Këto mund të quhen spekuluese ose komplotiste. Disa prej tyre janë bërë baza për filma të mëdhenj dokumentar për MH360, përfshirë për shembull në Netflix. Një skenar i tillë komplotist sugjeron se MH360 fillimisht u rrëzua nga ushtria amerikane nga baza Diego Garcia në Oqeanin Indian, ose sepse aeroplani fillimisht kishte për qëllim të sulmonte këtë bazë, ose sepse ushtria rrëzoi një aeroplan pasagjerësh të pa-identifikuar që nuk ju përgjigj sinjalizimeve të tyre. Pas kësaj, supozuar shumë të dhënat radarit dhe copra u falsifikuan me qëllim për të fshehur atë që kishte ndodhur. Një skenar tjetër pretendon se pas kthesës mbi Indonezi, aeroplani fluturoi jo në jug, por në veri dhe u rrëzua diku mbi territorin e Kazakistanit. Problemi me këto teori është se ato kundërshtohen nga numrat. Në komunitetin profesional të aviacionit, dhe ne po flasim për ekspert nga vende të ndryshme të botës, nuk ka mos përputhje të konsiderueshme në rrugën e MH360, e cila u llogarit matematikisht duke përdorur satelit dhe radar të ndryshëm. Megjithatë, ajo që edhe pilotët me përvojë nuk mund të thonë në mënyrë definitive është se çfarë ndodhi saktësisht me fluturimin 370. Ka versione të ndryshme. Ne do t'i shqyrtojmë ato në detaje tani. Pra, ajo që tashme e dim bazuar në trajektoren e fluturimit nga të dhënat satelitore dhe të radarit, është se ne pothuajse me siguri po kemi të bëjmë me një veprim të bërë nga njeriu. Dështimi i pajisjes ose gabimi njerëzor nuk mund të shpjegojë atë që ndodhi. Defektet e sistemeve specifike, ngritës, goditjet e zogjve, rrufeja, meteoritet, rreth vulkanike, dështimi mekanik, dështimi elektronik, gabimi i pajisjes, zjarri, tymi, shpërthimi, dekompresioni, bomba, raketa. Asnjë nga këto nuk mund të shpjegojë rrugën e ndjekur nga fluturimi 370. Në kohën kur transponderat u fikën, aeroplani më së shumti ishte duke u kontrolluar nga një nga pilotët. Është e vështirë të besosh se ata po vepronin në koncert. Për të dy, ky ishte fluturimi i tyre i parë së bashku. Kjo do të thotë se piloti që nuk ishte në kontroll në atë moment, ose nuk mund të hinte në kabinë sepse ishte i kyçur, ose ishte tashme i pavetdijshëm. Sipas një versioni, personi në kontroll pas kthesës së mprehtë më vonshme të anijes ngjitet në një lartësi prej 40.000 këmbësh, njëkohësisht duke dekompresuar kabinën. Oksigjeni në maskat për pasagjerët në kabinën e aeroplanit zgjat vetëm 10 deri në 15 minuta. Domethënë, të gjithë ata humbën në ndërgjegjësie. Maq shpejt, në të njëjtën kohë, oksigjeni në maskat në kabinë është i mjaftueshëm për disa orë. Për më tepër, në momentin kur aeroplani ndryshoi papritur kursin e tij, jo vetëm që transponderat u fikën, por edhe disa nga sistemet e tjera elektrike të aeroplanit. Nuk dihet për çfarë qëllimi, por ka të ngjarë që të përfshijë aktivizimin e sistemeve të komunikimit satelitor me aeroplanin,
duke e bërë atë plotësisht të padukshëm për kontrollorët toksor. Nëse kjo ishte në të vërtetë rasti për 6 orët e mbetura të fluturimit, kishte vetëm një person të gjallë në aeroplan, dhe ata ishin në kontroll. Një tjetër fakt mbështet këtë teori. Pothuajse 1 orë më vonë, në orën 2:25, disa nga sistemet elektrike u rikthye në aeroplan, duke përfshirë ato përgjegjëse për lidhjen satelitore. Fal pjesërisht kësaj, ishte e mundur më vonë të rindërtohej rruga e plotë e aeroplanit. Përveç sistemeve elektrike të riaktivizuara, kabina e aeroplanit u ripresionua për të gjithë në bord, përveç personit në kontroll. Kjo do të kishte qenë pa kuptim, pasi asnjë prej tyre nuk do të kishte qenë i gjallë në atë pikë. Kjo na lë me pyetjen se kush ishte në kontroll, një nga pilotët apo aeroplani u rrëmbye. Rrëmbimet e avioneve nuk janë saktësisht ngjarje të shpeshta, por fatkeqësisht ato ndodhin. Megjithatë, me kalimin e kohës, masat e sigurisë janë rritur vazhdimisht, duke e bërë praktikisht të pamundur që një i huaj të hyjë në kabinë. Në atë model të Boeingut, në 2014, dera e kabinës ishte e pajisur me shumë shtresa sigurie, plus mbikëqyrje me video, në mënyrë që pilotët të mund të shihnin se kush ishte në derë. Për më tepër, zhdukja e parë e aeroplanit nga radari ndodhi vetëm minuta pasi kapiteni Zahari i tha lamtumir rastësisht kontrollorit. Është e pamundur që ndonjë nga pasagjerët të mund kishte rrëmbyer aeroplanin atë kohë. Për më tepër, unë përmenda se zhdukja dhe kthesa e mprehtë e aeroplanit ndodhen në momentin më ideal, midis hapësirave ajrore të 2 vendeve të ndryshme. Është e pabesueshme që rrëmbyesit mund të kishin zgjedhur një kohë kaq të përsosur. Por le të supozojmë se rrëmbyesit arritën të hynin në kabinë, që kapiteni ose kopiloti të raportojë këtë të në tokë ose të dërgojë sinjalin e duhur, do t'i duheshin vetëm disa momente, por ata nuk e bën këtë. Një nga teoritë për rrëmbimin e MH370-s sugjeron se rrëmbyesit mund të kenë fikur transponderat dhe disa sisteme duke hyrë në seksionin nëngjyshemjen të kabinës, ku shumë sisteme dhe sensor ndodhen. Megjithatë, ta imagjinosh këtë duke ndodhur pa u vënë re nga 200 njerëzit në bord është sfidues. Për më tepër, shumë nga hetimi i incidentit u përqendrua në sfondet personale të gjithë 239 individëve në bord, përfshirë anëtarët e ekuipazhit. Përveç malajzianëve, personeli i FBI-s gjithashtu mori pjesë në këtë. Si rezultat, 2 pasagjerë u gjetën të udhëtonin me pasaportat falsifikuare. Hetimi i mëtejshëm zbuloi se këta 2 pasagjerë ishin qytetar iranian dhe nuk kishin lidhje me asnjë organizatë terroriste. Më së shumti ata thjesht po përpiqeshin të arrinin në një nga vendet më ose më pak të sigurta dhe më pas të kërkonin azil politik. Së fundmi, sa i përket motivit për rrëmbimin e aeroplanit, qoftë një akt terrorist, para apo politike, ajo që ndodhi me MH370 gjatë fluturimit shtatorësh sugjeron se asnjë prej këtyre nuk ishte me gjasa arsyeja. Për më tepër, askush nuk mori përgjegjësinë për incidentin, dhe anonimiteti nuk është një karakteristikë tipike e terroristëve. Kështu, na lën jo kaq shumë teori, më saktë 1. Incidenti u organizua nga njëri nga pilotët, por kush dhe pse? Nuk është e tepërt këtu të përmendim një tjetër teori komplotiste. Ka idenë se aeroplani në të vërtetë po kontrolloi manualisht gjatë gjithë kohës, por nga toka. Sipas këtij versioni, ose Boeingu po eksperimentonte me teknologji të re, ose dikush thjesht arriti të hakojë sistemin e kontrollit të aeroplanit. Të dyja idetë nuk merren seriozisht nga pilotët ose profesionistë të tjerë të industrisë. Së pari, sepse edhe teorikisht këto skenarë janë mjaft të vështirë për t'u imagjinuar, dhe së dyti, analiza e të dhënave të fluturimit tregon se kontrolli ndodhi drejt për drejt nga kabina. Kështu ne kalojmë në diskutimin e atyre që fillimisht ishin në kontroll të aeroplanit. Kapiteni Zahari Ahmed Shah dhe oficeri i parë Farik Abdul Hamid. Pilotët nuk janë robot. Pilotët janë njerëz të gjallë. Ata që ulen në kontroll mund të përjetojnë gjithashtu probleme psikologjike, të kalojnë nëpër momente të vështira në jetë, të përballen me vështirësi financiare dhe kështu me radhë. Të gjitha këto mund të jenë potencialisht arsye pse një pilot i caktuar mund të rrëmbejë një aeroplan ose të vendosë të përfundojë jetën e tyre gjatë kryerjes së detyrave të tyre profesionale. Shembuj real nga historia e aviacionit civil konfirmojnë këtë. Në 2014, një aeroplan i Ethiopian Airlines me 200 pasagjerë u rrëmbye nga kopiloti. Aeroplani po fluturante nga kryeqyteti i Ethiopisë në Milano, Itali. Gjatë fluturimit, kapiteni shkoi në tualet. Kopiloti e kyçi derën e kabinës dhe mori kontrollin. Ai më pas u ul në Zvicër dhe kërkoi azil politik. Asnjë nga pasagjerët nuk u dëmtuan. Në 1999, një Boeing i Egypt Air në një fluturim New York-Kairo u rrëzua në oqean 30 minuta pas ngritjes.
Hetuesit amerikan arritën në përfundimin se ishte një veprim i qëllimshëm nga kopiloti, i cili fiku motorët dhe e drejtoi aeroplanin poshtë. Mbi 200 njerëz në bord vdiqën. Në 2015, një aeroplan i Germanwings nga Barcelona në Düsseldorf, papritur filloi të zbriste dhe u rrëzua në Alpe. Siç zbuloi hetimi më vonë, kjo ishte një veprim i qëllimshëm nga piloti. Ai e kyçi derën e kabinës pasi kapiteni shkoi në tualet dhe e drejtoi aeroplanin poshtë. Pothuajse 150 njerëz vdiqën. Arsyeja pas sjelljes së kopilotit ishin probleme serioze të shëndetit mendor, të cilat ai fshehu nga linja ajrore. Dhe këto nuk janë të gjitha rastet të tilla, vetëm disa shembuj. Prandaj, gjatë procesit të hetimit, pilotët u ekzaminuan me kujdes të veçantë. Biografitë e tyre, rekordet mjekësore, të afërmit, llogaritë bankare, shtëpitë dhe apartamentet u shqyrtuan. Kopiloti ishte Farik Abdulhamid, 27 vjeç. Asnjë detaj i jetës së tij nuk tregonte se ai mund të kishte kryer një veprim të qëllimshëm rrëzimi. Financat dhe shëndeti i tij ishin në rregull të shkëlqyer, dhe ai u përshkrua nga të gjithë të njohur me të si një të ri optimist. Për më tepër, dukej se ai së shpejti do të martohej. Nga një këndvështrim profesional, gjithçka në jetën e Farikut ishte po aq mirë. Siç thash, ai sapo kishte marrë përsipër vendin e pilotit në një Boeing 77. Ky është një avion masiv dhe marrja një emërtimi të tillë në moshë të re është prestigjioze, duke i premtuar atij një karrierë të shkëlqyer. Momenti i vetëm dyshimt lidhur me kopilotën ishte telefoni i tij. Në raportin e hetueshve malajzez, u deklarua se pasi aeroplani bëri një kthes të mrept nga rruga e planifikuar, telefoni iPhone i kopilotit u ndez papritur. Kjo ndodhi mbi ishullin Penang dhe lidhja me telefonin u vendos për një periudhë shumë të shkurtër. Nuk ishte një telefonat dalse ose hyrëse. Kulla celulare në ishull thjesht regjistroi kontakt me dispozitivin. Çfarë na thot kjo? Sipas rregullave, telefonat e pilotëve duhet jenë të fikur gjatë fluturimit. Kjo do thotë se dikush e ndezi telefonin e kopilotit ndërsa ishte në ajër. Mund të ketë qenë ai, ndoshta për të thirrur dhe raportuar diçka, por kjo është vetëm spekulim. Arsyeja e vërtetë për lidhjen e shkurtër me telefonin e kopilotit mbetet e panjohur. Është interesante që informacioni për iPhone-in e Farikut doli në shtyp për shkak të rrjedhjes së materialit hetimor malajzian. Shumë nga këto materiale nuk u botuan kurrë dhe nuk u shfaqën në raportin përfundimtar 400 faqesh. Pse? Kjo është një pyetje intriguese pa një përgjigje të qartë. Autoritetet malajziane janë natyrisht të njohur për korrupsionin dhe mungesën e transparencës së tyre, por pse faktet e ngjashme do të fsheheshin është e paqartë. Pavarësisht kësaj, ne nuk kemi as prova indirekte që tregojnë se kopiloti kishte për qëllim të kryente një veprim të qëllimshëm. Prandaj, ne kalojmë në diskutimin e figurës së kapitenit, Zahari Ahmed Shah. Duhet të theksohet se ai ishte një pilot shumë me përvojë, 53 vjeç, duke fluturuar për mbi 30 vjet me avion të ndryshëm të Malaysia Airlines. Që nga viti 1998, Zahari kishte qenë kapiten në modelin Boeing 777. Ai kishte një reputacion profesional të papërlyer, ishte i martuar me 3 fëmijë. Hetuesit gjetën se financat dhe shëndeti i tij ishin në rregull të përsosur. Kolegët folën pozitivisht për Zaharin. Ai ishte rezistent ndaj stresit dhe para fluturimit nuk kishte asgjë të dyshimt në sjelljen e tij. Hetuesit gjithashtu analizuan me kujdes regjistrimet video nga aeroporti para fluturimit. Në to, qëndrimi i tij, shpreha e fytyrës dhe shenja të tjera nuk zbuluan asnjë devijim te Zahari. Në kohën e lirë, piloti merrte me elektronik amatore dhe fluturonte një simulator shtëpie fluturimi. Zahari madje kishte kanalin e tij të YouTube-it. Ky video duhet përdoret për të optimizuar kompresorin tuaj. Shkurt, kapiteni i anijes duket se gjithashtu nuk kishte motive për të kryer një veprim të tmerrshëm. Megjithatë, shumë detaje nga analiza e fluturimit sugjeronin se kapiteni ishte i dyshuari kryesor. Raporti nga autoritetet malajziane në lidhje me pilotën ngjalli dyshimet e shumë. Fakti ishte se artikuj filluan të shfaqeshin në media duke sugjeruar se jeta personale e kapitenit ishte e komplikuar. Ai supozohej se jetonte veçmas nga gruaja e tij dhe kishte dashnore. Ja vlen të theksohet se këto thashetheme nuk u konfirmuan publikisht nga të afërmit e Zaharit. Ajo që ishte vërtet e çuditshme ishte simulatori i fluturimit i gjetur në shtëpinë e pilotit. Nuk ishte ekzistenca e një pajisje të tillë që ishte e dyshimt, por më tepër fluturimet që Zahari kryente në këtë simulator.
Midis qindra të dhënave të fluturimeve të ruajtura dhe të fshira, vëmendja e hetuesve u tërhoq nga një rrugë që mbaronte në pjesën jugore të Oqeanit Indian, e cila i ngjante shumë rrugës aktuale të MH370 të rindërtuar nëpërmjet radarit dhe satelitit. Domethënë, kapiteni mund të kishte provuar këtë fluturim fatkeq në simulatorin e tij. Siç bien dakord shumë profesionistë aviacioni, siç kam theksuar, gjithçka që ndodhi me Boeingun ishte përgatitur mirë. Një çuditje më tepër për të dhënat e simulatorit të Zaharit është se informacioni për një fluturim të tillë u fsheh nga shtypi në një raport jo publik nga autoritetet malajziane. Ata më vonë pranuan se një rrugë dyshimt në simulatorin e fluturimit ekzistonte dhe fillimisht ishte fshehur vetë nga Zahari dhe më vonë u restaurua nga hetuesit. Në raportin zyrtar, autoritetet malajziane arritën në përfundimin se kjo nuk ishte një përpjekje për të provuar fluturimin e fundit të MH300 dhe pjesa e kërkuesve të pavarur bien dakord me këtë. Në pikpamjen e tyre, është thjesht një rastësi. Nga ana tjetër, nëse nuk ishte një rastësi, atëherë del që Zahari në të vërtet provoi rrugën e fluturimit 300. Kërkues të tjerë të pavarur zbuluan se ky fluturim i simuluar mungonte një pikë uljeje, ndryshe nga qindra e tjerë. Idealisht, qëllimi i një simulatori është që personi në kontroll të ngrihet, të arrijë në pikën e dëshiruar dhe të ulet në një aeroport specifik. Por në rastin e Zaharit, ky fluturim simulatori nuk kishte pikë uljeje. Nga kjo, një gjë bëhet e qartë. Është absolutisht e kuptueshme pse Zahari ishte për një kohë i dyshuari kryesor në incident. Por ne nuk mund të pohojmë në mënyrë definitive se ishte ai që kryeu rrëmbimin e moderuar të fluturimit 300 dhe ishte përgjegjës për zhdukjen e tij. Na mungojnë prova konkrete të mjaftueshme për këtë, ka vetëm përfundime indirekte. Një gjë është e sigurt, personi që e kreu këtë ishte shumë i përgatitur mirë dhe dinte se çfarë të bënte. Dhe ndërsa të dhënat nga disa kërkues të ndryshëm konfirmojnë zonën e përafërt të rrëzimit të aeropanit në Oqeanin Indian, ne nuk kemi një përgjigje të saktë se si ndodhi faza finale e fluturimit. A ishte një zbritje graduale e aeroplanit për shkak të shterimit të karburantit, apo një veprim më i mprehtë i qëllimshëm i uljes dhe rrëzimit të aeroplanit? Kjo është e rëndësishme për të kuptuar motivet. Është e dukshme se personi në timon, gjatë gjithë fluturimit, po kryente në mënyrë aktive dhe të qëllimshme veprimet e nevojshme. Ai po manovronte aeroplanin në vendet e nevojshme, duke çaktivizuar elektronikën, lëvizur sa më larg nga zona e zbulimit të radarit. Mund të jetë që në fazën finale, ai thjesht priste në mënyrë pasive që aeroplani të mbaronte karburantin, ndërsa sipas disa llogaritjeve, aeroplani po zbriste gradualisht, në vend që të drejtohej mpreht poshtë. Në të njëjtën kohë, disa llogaritje të tjera sugjerojnë pikërisht të kundërtën. Ajo që e dim pothuajse me siguri megjithatë, është se orët e fundit të fluturimit MH300 ndodhen në dritën e ditës. Kjo do të thotë se kushdo që ishte në kontroll, personi i vetëm i gjallë në bord shikonte ndërsa një ditë e re fillonte. Që nga sot, hetimi për incidentin dhe kërkimi për fluturimin MH300 janë ndalur. Asnjë kufom nuk është gjetur dhe asnjë copë përveç atyre 20 copëve, të cilat nuk shtojnë qartësi në situatë. Kjo do të thotë se as të afërmit e pasagjerëve, as pjesa tjetër e botës nuk dinë rrethanat ose shkaqet e sakta të rrëzimit. Shpresa e vetme për të zbuluar të vërtetën përfundimtare është të gjenden më shumë copra nga fluturimi MH300. Megjithatë, duke marrë parasysh hapësirën e gjerë të oqeanit që duhet të ekzaminohet dhe qindra miliona dollarët që do të kërkohen për të rifilluar kërkimin, mundësia e rifillimit të kërkimit është mjaft e ulët dhe rasti i fluturimit MH300 ka të ngjarë të mbetet një nga misteret e mëdha në aviacion.